Qerësi, vëllezër dhe motra në Krishtin. Në ungjillin e sotëm dëgjuam, po të them se ti e Pjetër, dhe për mbi këtë shkëm do të ndërtoj kishën time, dhe dyert e hadhit nuk do të kem fuqi për mbi të. Ditën e sotme, pra në 29 qershor, nderojmë kujtimin e apostujve të shenjtë të lavdëruar protokorifejve Petro dhe Pavli. Kolona të forta të kishës së Krishtit dhe themelet të pathyera siç përkufizohet në himnin kishtar. Që të dy, me predikimin e tyre, përmes një rrugë të vështirë, përhapën besimin e vërtet dhe u munduan për forcimin dhe përparimin e kishës. Gjithashtu, në ungjillin e sotëm, përmendet besimi i drejtë për shpëtimtarin që shpalli Petroja në emër të të gjithë apostujve. Në ungjill tregohet se Zoti ndodhej me nxënësit e tij në krajinën e Qesarisë Filipis. Për një çast ju parashtroi atyre pyetjen, cilin thon njerëzit se jam unë. Nxënësit filluan të përmendin dhe të thonë çfarë kanë qenë dëgjuar për të. Disa thonë se je Ioan Pagëzori, të tjerë se është Elia, të tjerë mendojnë se është Jeremia ose një nga profetët. Këto thanë nxënësit. Atëherë Zoti u drejtohet atyre dhe u parashtron të njëjtën pyetje, po ju, cili mendoni se jam unë? Në atë çast Petro, në emër të apostujve të tjerë i thotë, ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Bëri pra Petro dëshminë e drejtë, formuloi dhe shpalli të vërtetën në mënyrë të saktë, prandaj dhe Zoti e lavdëroi i lumur jeti Simeon, biri Jonait, sepse nuk ta shfaqi të vërtetën ndonjëri, por ati qiellor. Ky besim i drejtë për Krishtin dallon pasuesit e pastër të Zotit Krisht nga ata që mashtrohen. Dhe sot, nëse pyesim se për Krishtin se kush është, do të dëgjoni përgjigje të ngjashme me ato që jepnin bashkëkohësit e tij judhenj. Disa do të thonë se Zoti është një njeri i urtë. Të tjerë do ta quajnë mësues të lartë të moralit, e të tjerë do ta bashkërendisin atë midis atyre që themeluan një fe, po e konsiderojnë thjesht një njeri të rëndësishëm dhe asgjë më tepër. Ekzistojnë dhe heretikët dhe mashtruesit si Javajt, të cilët e konsiderojnë Zotin tonë Jezu Krisht si më të lartin nga njerëzit, por i jo Perëndi të vërtetë. Dhe ky opinion nuk është e vërteta, ky opinion është herezi, është mashtrim, është pabesi. Gabim të madh bëjnë gjithë ata që nënvetësojnë dhe ulin Jezuin në nivelin e njerëzve. Zoti Krisht është ai që tha apostol Petro, Krishti, biri i Perëndisë së gjallë, Mesia i mirosur që e prisnin shekujt, është një i vetëm lindur i biri i Perëndisë nga natyra dhe Perëndi vërtet, i cili në një kohë caktuar u bë njeri për shpëtimin tonë. Shumë të urtë jetuan në këtë botë dhe predikuan shumë teori, të cilat nuk ishin të vërteta, ishin thërrime të vërtetës. Kurse predikimi i Zotit Krisht është e vetmja e vërtetë e pakapërxyeshme, urtësia hyjnore. Asnjë nga të urtët e botës nuk e ndryshoi rrjedhën e historisë si Jezu Krishti. Asnjë nuk mundi të shpëtojë dhe të shpërblejë njerëzit. Asnjë nuk mundi të rinovojë shoqërinë njerëzore si zbuti njerëzit e egër veç Zotit Krisht. Por si u bën gjitha këto? U bën sepse Jezu Krishti ishte dhe është biri i Perëndisë së vërtetë. Kjo e vërtet të cilën e shpalli apostol Petro duhet jetë besimi dhe ndjenja jone pa lëkundur. Mbi këtë besim të drejtë mbështetet kisha e Zotit tonë Jezu Krisht, thot Zoti në vazhdimin e ungjillit të tij të shenjtë që dëgjuam sot. Siç tha pra Zoti në ungjill, lavdëron Petron për besën e tij të drejtë dhe shton: Ti je Pjetër dhe mbi këtë shkëmb të besës së vërtetë që dëshmove, do të ndërtoj kishën time, dhe dyert e hadit, fuqinë e të keqes, nuk do të kemë fuqi përmbi të. Edhe Petro, i cili me dëshminë e drejtë
u tregua gur i gjallë i ndërtesës shpirtërore të kishës, i tha Zotit: do t'i jap ty kyçet e mbretërisë së qiejve, dhe që të lidhësh mbi dhe, do të jenë të lidhur në qiej, dhe që të lidhësh mbi dhe, do të jenë edhe që të zgjidhësh mbi dhe, do të jenë zgjidhur mbi qiej. Këtë pushtet, pas ngjalljes së tij, Zoti u dha gjithë apostujve të tij. Ky është pushteti i faljes së mëkateve të njerëzve, pushteti i kishës dhe i jetërve të saj në mënyrë të përgjithshme. Por fjala e Zotit për fuqinë e patyeshme të kishës na tërheq për kujdesin ton pikërisht tek fjalët: dhe dyert e hadit, fuqinë të keqes nuk do të kenë fuqi përmbi të. Kjo është një profeci dhe vërtetimi i Zotit mi fuqinë e patyeshme të kishës dhe pushtetin e saj të pakapërcyeshëm. Në atë moment kur u than këto fjalë, ishin profeci, por ne tani e dim se ato përbëjnë një realitet historik me mira dëshmime. Eksperienca dhe jeta 20 shekullore na siguron se me të vërtet kisha e Zotit Krisht ku luftohet fiton, kur digje triumfon, pa armë, pa ushtri, pa fuqi materiale, për gjatë 20 shekujve i mundi për ndjekësit e saj më të fort, imposhti Tiranën dhe triumfoi. Të gjitha këto u bën pa ushtruar drun, përkundrazi me flamurin e saj, me flamurin e dashurisë, lirisë, përullësisë, besimit dhe butësisë. Kisha me të vërtet përbën një çudi të vazhdueshme. Por si arina këtë? Ku qëndron fuqia e saj? Fuqia e gjitha qëndron tek kreu i saj që është Krishti. Ky gjallëron Krishtin, kishën, që është trupi i tij, gjymtyrët e cilës janë pasuesit e tij besnik, pra jemi ne. Lum sa jemi gjymtyrë të kishës së tij, sa lidhemi nëpërmjet mistereve të shenjta me Krishtin, sa drejtohemi prej tij deri në frymën e fundit, në ushtrinë e bekuar të Krishtit të shenjtë, me ndërmjetimet e apostujve të shenjtë dhe protokorifejve Petro e Pavël, të cilët u munduan për ne. Amin. Gëzuar për shumë vjet, në mënyrë veçantë ata që festojnë sot. Gëzuar.